Kanë kaluar 3 muaj nga zgjedhjet parlamentare të mbajtura më 9 shkurt, por Kosova ende nuk ka një kuvend funksional, pasi kandidati i propozuar nga lëvizja vetëvendosje, Albulena Haxhiu, nuk po merr votat e mjaftueshme për të zgjedhur në postin e kryeparlamentares. Duke parë të tillë krizën politike në të cilën është futur vendi, analistët politik po kërkojnë ndërhyrjen e presidentes Vjosa Osmani, e cila shihet si garantuese e funksionimit të institucioneve shtetërore. Të paktën kështu deklaron analisti dhe njohuesi i proceseve zgjedhore, Blerim Burjani. Është obligim kushtetues që ajo të merret me funksionimin e institucioneve. Sipas kushtetutës, ajo garanton funksionimin e shtetit, pra ajo duhet i thë rast dhe të zhvillojë negociata me partitë politike, duhet të krijojë konsensus ndërpartiak për të gjetur një zgjedhje. Presidentja duhet të negociojë paralelisht formimin e kuvendit dhe të qeverisë. Ajo duhet të hartojë agjendën e takimeve me të gjitha partitë politike dhe të bisedojë me liderët e tyre veç e veç, ka thënë Burjani. Në rast të një ftese nga Osmani, Burjani thekson se të gjitha partitë politike duhet i përgjigjen asaj. Pra ajo duhet i ftojë një nga një liderat e pastaj të gjithë partitë bashkë për të negociuar zgjedhjen. Kjo është e mundshme. Të gjitha partitë duhet i përgjigjen ftesës për zgjedhje. Nëse nuk ka opsion që nuk pranohet, duhet filluar nga votimi për konstituimin e kuvendit e deri te formimi i qeverisë, përfundon Blerim Burjani.